Limi, po ta shkruaj këtë sepse në momentin që po flasim nuk po arrit të shprehem siç duhet. Jam e ngarkuar, jam e lodhur dhe mbi të gjitha jam e mbytur nga ndjesia që nuk po më dëgjon, por po përpiqesh të më qetësosh sipas mënyrës tënde, jo sipas asaj që kam nevojë unë. Unë dua të dal. Nuk dua të largohem nga jeta, nuk dua të bëj dram, nuk dua të prish asgjë. Dua thjesht të dal, të marr ajër, të largohem pak nga kjo hapësirë që po më rëndon. Dhe kur ta them këtë, përgjigjja jote është gjithmonë e njëjtë, qetësohu pak, prit sa të marrësh veten dhe pastaj bisedojmë. Por Limi, a e kupton që pikërisht kjo fjali më bën të ndihem sikur nuk kam kontroll mbi veten time? Sikur nuk jam në gjendje të vendos vetë për atë që më bën mirë. Ti më thua që kur kam ardhur unë këtu, kam ardhur sepse ti më ke kërkuar vetë të vi. Dhe është e vërtetë. Ti më ke kërkuar të vi, sepse doje të flisnim, sepse doje qetësi, sepse doje të sqaroheshim. Unë erdha me atë mendim, me atë besim. Por askund nuk ishte pjesë e marrëveshjes që sa po unë të ndjej se dua të dal, kjo të kthehet në diçka që duhet leje, kohë, ose gjykim nëse jam mjaftueshëm e qetë apo jo. Kur them dua të dal, ti e merr sikur po iki nga biseda, sikur po të shmangem, sikur po të lë në mes. Por e vërteta është që po përpiqem të shpëtoj veten nga një gjendje që po më bën keq. Sepse ndonjëherë që të mos thuash gjëra që i pendohesh. Duhet të largohesh për pak. Dhe këtë po kërkoj, më dhemb kur më thua jo, prit. Më dhemb kur më thua qetësohu. Sepse nuk jam fëmijë, nuk jam jashtë kontrollit, nuk jam dikush që duhet mbajtur brenda derisa të rregullohet. Jam një njeri që po përjeton shumë emocione njëkohësisht dhe po përpiqet t'i menaxhoj në mënyrën më të shëndetshme që di, dhe më dhemb akoma më shumë kur e kthen situatën te fakti që ti më ke kërkuar të vi. Sepse po më bën të ndihem sikur ardhja ime këtu më heq të drejtën për të vendosur kur dua të dal. Sikur pranimi im për të ardhur ishte një lloj kontrate që tani më mban të lidhur. Unë nuk po kërkoj të largohem nga ti përgjithmonë. Nuk po kërkoj të mbyll bisedën. Po kërkoj hapësirë. Pak kohë. Pak frymë. Dhe pastaj, po, të flasim. Por jo me kushtin që unë të shtyp ndjenjat e mia derisa të përshtaten me ritmin tënd. Kur më thua prit sa të marrësh veten, më lind pyetja, kush vendos kur unë e kam marrë veten? Ti apo unë? Sepse unë e ndjej që nëse dal tani, do jem më e qetë më vonë. Do flas më qartë. Do dëgjoj më mirë. Ndërsa nëse më ndalon, më rrit tensionin, më rrit ndjenjen e mbytjes dhe më largon emocionalisht nga ty, jo më afron. Nuk dua që kjo situatë të kthehet në një luftë pushteti. Nuk dua që dalja ime të shihet si mungesë respekti apo dashurie. Dua që të kuptosh se kjo është mënyra ime për të ruajtur veten dhe për të mos e përkeqësuar situatën mes nesh. Të lutem, më dëgjo pa u përpjekur të më rregullosh. Më beso kur të them që e di çfarë më duhet në këtë moment. Dhe nëse vërtet do që të bisedojmë më vonë, atëherë më lër të dal tani. Sepse vetëm kështu ajo bisedë do ketë kuptim. Unë erdha sepse ti më kërkove. Por të qëndroj apo të dal duhet të jetë zgjedhja ime. Vetëm kështu ndihem e respektuar.